Qeveria miraton amnistin penale, 447 të dënuar lirohen menjëherë nga burgu, mira të tjerë përfitojnë ulje dënimi ose përjashtohen nga ndjekja penale. Gjykata e Durrësit vlerëson masat e sigurisë për 33 personat e akuzuar për mbetje të rrezikshme të kurum, 20 prej tyre në pranga, 13 në kërkim. Antidroga e Tiranës sekuestron 2200 tabela ekstazi, arrestojnë 2 trafikantë dhe narkotike vinte nga Italia dhe shihej kryesisht në lokalet e natë. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Këshilli i Ministrave miratoi amnistin penale nga e cila përfitojnë lirimin nga burgu 447 të dënuar, pjesa më e madhe të cilëve grave të mitur. Amnistia e cila pritet miratohet në parlament përjashton të dënuarit nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit. 447 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu. Qeveria miratoi këtë të premte amnistin penale. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se përfitues janë gra të mitur dhe të huaj. 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Duke nënvizuar se nuk është fjala për tolerancë ndaj krimit, por për mbizotrimin e principit njerëzor, ministri thotë se amnistia afron vendin ton me shtetin social dhe me standardet e Këshillit të Evropës. Duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditë ndëshkoj fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Lamallari përsëriti se nga amnistia nuk përfitojnë subjektet e posaçme të SPAK dhe të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Projekt ligji i amnistisë do të depozitohet në Kuvend, ku do të nisë shurtimi në komisionet parlamentare dhe më pas kalon për miratim në seancë plenare. Ndërsa parlamenti pritet miratoj amnistin penale, inspektori i lartë i drejtësisë ka gjetur disa parregullsi në amnistin e vitit 2024, sipas njoftimit zyrtar janë konstatuar disa problematika në procedurat e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Kjo ka shkaktuar vonesa në ekzekutimin e amnistisë dhe për shkak të interpretimit të dispozitës ligjore nga ana e prokurorit që kryen ekzekutimin. ILD thotë se ka patur diferencë kohore mes datës vendimit formës së prerë dhe zbardhjes, çka ka bërë që disa të dënuar të qëndrojnë më tepër në qeli. Gjykata e Durrësit vlerëson sot masat e sigurisë për 33 personat e vënë në akuzë për mbetje të rrezikshme të kompanisë Kurum, 20 prej tyre janë arrestuar, ndërsa të tjerët janë shpallur në kërkim. Prokuroria thotë se ata tentuan të trafikonin mbetjet në Tajland përmes mashtrimit dhe kontrabandës. Në gjykatën e shkallës së parë në Durrës ka nisur seanca për rivlerësimin e masave të sigurisë që janë dhënë në mungesë 3 ditë më parë për 20 personat e arrestuar për mbetjet e kompanisë Kurum. Nga 33 persona gjithsej që akuzohen për vepra të ndryshme penale, 20 prej tyre janë sot para gjykatës me praninë e avokatëve në lidhje me masën e dhënë. Policia e Durrësit nuk ka mundur të vërë në pranga personat kryesor që janë përgjegjës për trafikimin e mbetjeve të rrezikshme nga porti i Durrësit drejt Tajlandës. Ata janë administratorët e shoqërisë Kurum, si dhe drejtues të kompanisë Sokolaj, e cila ka kryer eksportin e mbetjeve. Ata akuzohen për veprat penale si kontrabandë me mallra të ndaluara, transporti i mbetjeve, menaxhimi i mbetjeve, falsifikimi i tyre, pastrimi i produkteve të veprimtarisë kriminale, kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore si dhe shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për 2816 tonë mbetje të rrezikshme që u nisën me 102 kontenjerë drejt Tajlandës në korrik të vitit 2024, por pas denoncimit nga organizata Rrjeti i Bazelit, anija me 102 kontenjerë u kthye në Durrës. Pas bllokimit prokuroria nisi hetime dhe pas marrjes së 11 mostrave nga kontenierë të ndryshëm dhe dërgimit të tyre në një laborator të specializuar në Itali, rezultoi se këto mbetje janë në masë të madhe të përbërë nga oksid zinku dhe oksid hekuri, si dhe metale të tjera si kalium, mangan, plumb, kalcium dhe squfur.
Lideri i opozitës deklaroi se Tirana po minon integrimin me zvarritjen e kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Balluku. Sipas Sali Berishës, kjo çështje po diskutohet me shqetësim në kancelaritë europiane dhe mund të çojë në bllokimin e procesit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se qasja e mazhorancës ndaj kërkesës së SPAK-ut për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku po bllokon procesin e negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se disa prej vendeve anëtare të BE-s janë shqetësuar për zvarritjen që po i bën Partia Socialiste në Parlament kërkesës së SPAK-ut, duke theksuar se dosja Balluku e dosja për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit po bllokojnë procesin e integrimit. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij në aparencë Balluku dhe Akshit. Në raport me deklaratat e figurave të Partisë Socialiste se duhet ndryshuar reforma në drejtësi, Berisha përsëriti se PD nuk bëhet pjesë e këtij procesi. Partia Demokratike s'bëhet pjesë në absolute asnjë ndërhyrje. Edhe pse prej nisjes së hetimeve ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, Berisha ka ndryshuar qëndrim ndaj SPAK-ut duke dalë në mbrojtje të tij, ai sot foli për mercenar kundër opozitës. Berisha tregoi një episod të kontrolleve në një kompani me emrin Mektrin, si pjesë e hetimeve për numrin 2 të Partisë Demokratike Flamur Noka. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamur Nokës që ka bler Flamur Noka. Se që është një vetur, Range, mos gaboj është, po. Shkuan njërën ditë, i thanë ata s'kemi. Shkuan ditë e tjetër, u thanë nxirrni. Çfarë doli? Veturën e kishte bler Lul Basha. As i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për Flamur Nokën. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti apelin drejtuar qytetarëve që t'i bashkohen protestës së opozitës kundër kryeministrit Edi Rama pas ditën e 10 shkurtit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula i pakënaqur prej kohësh nga të djatët ka gjetur zgjedhje duke kaluar në radhët e socialistëve me ndihmë të qeverisë Rama. Ish ligjvënësi demokrat është temëruar të premte si krye inspektori i përgjithshëm, post të cilin më herët e mbante Shkëlqim Hajdari. Ky funditësisht me vendim të Këshillit të Ministrave është temëruar prefekti i Tiranës, post të cilin më herët e mbante Afrim Qendro. Dashnor Sula u distancua nga Partia Demokratike dhe Berisha menjëherë pasi u la jashtë listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai kritikoi vazhdimisht liderin demokrat dhe kupolën drejtuese të partisë duke shkuar drejt divorcit përfundimtar me opozitën, tashmë si një nga zyrtarët më të lartë të qeverisë socialiste. $2.200 tabela ekstazi janë sekuestruar nga agentët antidrogës në Tiranë. Gjatë operacionit policor u arrestuan edhe 2 trafikantë të cilët e sillnin lëndë narkotike nga Italia për ta shitur kryesisht në lokalet e natës. Një tjetër operacion është finalizuar nga antidroga e Tiranës. Në pranga përfunduan Elvis dhe Bujar Lezo të afërm me njëri tjetrin. Gjatë operacionit të koduar Blue Punisher, u sekuestruan 2.200 tableta lëndë narkotike ekstazi. Sipas burimeve, 2 të arrestuarit të paktën prej 2 vitesh ishin të përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike, kryesisht të llojit ekstazi. Droga sigurohej në Itali e më pas transportohej me rrugë tokësore në Tiranë. Përmes lidhjeve që kishin në vendin fqinj, trafikantët siguronin doza ekstazie në formë tablete, por dhe pluhur, që më pas e përgatisnin në një banesë të tyre në zonën e Alidemit. Emri i operacionit është vendosur pikërisht nga mbishkrimi që mbanin kokrat e ekstazis. Për grupin hetimor ka dyshime të forta se Elvis Lezo është personi që kishte lidhjet me një tjetër grup kriminal në Itali. Ai gjithashtu figuron me precedent penal. Ekstazia shpërndahej kryesisht në lokalet e natës, ku një kokër shitej rreth 3.000 lekë të rinj.
Një aksident i rënd ka ndodhur këtë të premte në afërsitë të tunelit të Murrizit në fshatin Maritës të Tiranës. Një makinë të cilin udhëtonin 3 persona është përplasur me një kamion duke u ndarë në 2 pjesë. Siç duket edhe nga këto pamje, një pjesë automjetit ka përfunduar në anën tjetër të rrugës. Personat që ndodheshin brenda janë dërguar me urgjencë te Spitali të Traumës në Tiranë, ku po marrin mjekim të specializuar. Banorët e Rjollit janë të vendosur të mbrojnë pronat e tyre të cilat thonë se i kanë me dokumentacion të rregull dhe ata kanë vijuar protestën ku janë përplasur sërish me uniformat blu, ndërsa kanë paralajmëruar për shkazimin e veprimeve. Kujtoni ju se palqojnë tokën, punë e kurës. Në ditën e 5 të protestës së tyre, banorët e Rjollit në Velipoj janë përplasur sërish me policinë. Jene punon ai jeft, ai padron si me pas. Ata kanë tentuar të bllokojnë makineritë që po punojnë në zonë për ndërtimin e një resorti turistik, i cili sipas banorëve po bëhet pa miratimin e tyre si pronar tokash. Një ditë më parë, banorët protestuan edhe para prokurorisë së posaçme në kryeqytet, duke thënë se disponojnë të gjithë dokumentacionin për të provuar se janë pronar të ligjshëm. Banorët e Rjollit edhe një vit më parë kanë depozituar në SPAK një kallëzim në ndyshimet se janë falsifikuar dokumentet me qëllim ndërtimin e resortit. Kallëzimi është dërguar për kompetencë hetimore edhe në prokurorinë e Shkodrës, organi i cili sipas banorëve nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Pikërisht për këtë arsye të hënën ata do të mbajnë protestën e radhës para prokurorisë në Shkodër. Rreshje të dendur shiu përfshin qytetin e Durrësit paraditën e kësaj të premte, shumë rrugë u bën të kalueshme me vështirësi, ndërkohë që problemet më të shumta janë shfaqur në zonën e Currilave, në një anë të Kodrës Currilave ka pasur edhe shtitje dherash, të cilat kanë bllokuar përkohësisht njërin aks të rrugës që gjendej në këtë zonë. Me kalimin e rreshjeve, ndërmarrjet në varësi të bashkisë nisën punën për largimin e dherave dhe hapjen e qarkullimit për automjetet. Aktualisht situata është normalizuar, ndërkohë edhe në Himar, pas vështimit në rrugë shëndetore, ujërat e shiut, dala edhe nga kanali kullues që përshkon zonën e Spilës, kanë përfunduar edhe brenda shtëpive duke shkaktuar dëme në katet e para. Në urgjencën e Spitalit të Fierit, thuajse çdo ditë paraqiten persona të prekur nga gripi dhe virozat. Mjekët thonë se këtë herë është vënë re një kohë zgjatje simptomave, si dhe rikthimi i tyre pas shërimit. Mbi 120 të rinj dhe të moshuar paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier si pasojë virozave sezonale dhe gripit, duke krijuar një fluks të lartë pacientësh. Simptomat më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 7-10-80 vjeç. Në pikun e gripit në muajt nëntor dhe dhjetor, numri vizitave ditore arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që mjekët theksojnë se janari ka shënuar rekord qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencën e Fierit, ku numri i tyre ka arritur në 4000. Është vënë re që kjo viroz ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë dhe me simptoma të cilat janë rikthyer te pacientët që janë prekur fillimisht, për shembull në periudhë kohore 5 deri në 7 ditë, është vënë re që pas një periudhe qetësimi ose pauze, këta pacientë na janë rikthyer duke patur edhe komplikacione më të shpeshta të kanë qenë bronkopleumonit. Më të prekur nga gjendjet virale kanë qenë të sëmurët kronik, të cilët janë hospitalizuar, ndërkohë që mjekja çuni ka bërë thirrje për vëmendje të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, të cilët duhet të përdoren vetëm me rekomandimin e mjekut të familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke u konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Pavarësisht fluksit të lartë të pacientëve, urgjenca e Spitalit Rajonal të Fierit ndodhet në gatishmëri të plotë me personel të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve për ndihmë mjekësore.
Prokuroria e Tiranës mbylli hetimet për vdekjen e fëmijës 3 vjeçar Brian Spahiu pasi u nënshtrua një ndërhyrje stomatologjike. Organi akuzës zbuloi se 2 mjekët Rolando Xhaxho dhe vajza e tij Ina Xhaxho kanë operuar për 5 orë fëmijën në efektin e anestezisë, duke ndikuar drejt për drejt në vdekjen e tij, pasi fëmia nuk e përballoi dot mbi dozën. Hetimet gjetën shkelje të rënda të protokolleve ndërkombëtare dhe praktikave më të mira mjekësore, të cilat kanë një lidhje shkaktësore të drejt për drejt me vdekjen e 3 vjeçarit. Po ashtu hetimi provoi se 2 stomatologët kanë mashtruar prindërit e të miturit duke i marrë pagesën për mbushjen e 14 dhëmbëve, ndërkohë që nga autopsia rezultoi se 6 prej tyre ishin hapur por nuk ishin mbushur. Babë e bija akuzohen për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim në bashkëpunim me 5 persona të tjerë, mes të cilëve dhe mjeken Marta Gina. 3 vjeçari Brian Spahiu ndroi jetë në datën 1 tetor të vitit 2023, 3 ditë pas ndërhyrjes. Pesëmbëdhjetë pikturë janë mbledhur në Shkodër për të hapur një ekspozit. Në Teleaju janë hedhur peizazhe nga zona të ndryshme, duke vënë në duke marrëdhënien e njeriut me natyrën. I ka bashkuar jo vetëm profesioni, por edhe pasioni për artin, të bukurën dhe magjin që ofron natyra e Shqipërisë. 15 artist piktor u bën bashkë në Shkodër për të çelur ekspozitën Plein Air që sjell magjinë e natyrës në Telajo. Mbi 50 punime u ekspozua në Galerinë e Arteve, duke çelur kështu aktivitetet e vitit 2026 për artin pamor. Artist jo vetëm të traditës, por artist në kuptimin genuin të plot të fjalës. Çka do të thotë kjo, sepse janë artistë që e marrin tharmin e të bukurës, tharmin e origjinales, këto vinë direkt nga eksperjenca me natyrën, pa asnjë filtr tjetër që rëndom funksionon në botën artistike. Grupimi i artistëve viziv Plein Air Art nga gjithë Shqipëria, përmes kësaj ekspozite flet me gjuhën e së bukurës, me ndikimin që ka natyra tek shpirti i tyre artistik. Dhe motivet që kemi zgjedhur për këtë ekspozit i përkasin pak a shumë edhe zonës Shkodrës, sepse kemi bë 2-3 koloni në këtë zonë dhe kemi ardhur edhe vetë privatisht, dhe jemi përpjekur që t'ju prezantojmë publikut të Shkodrës edhe fisit të bukura që i kanë përbrit tyre. Është një ekspozit ku figurët e spikatura, kryesisht peizazhet, marrin pjesë dhe sigurisht unë jam një ndër ata miqtë të tyre. Ftesa ishte me të vërtetë e këndshme dhe kaq ishte e pranueshme për me dhe mora pjesë me pikturën e cila u bë sigurisht në ditët e fundit të vitit që shkoi dhe ditët e para të vitit që jenë ato. Me Penele Nqyra, këta piktor sjellin jo vetëm peizazhe, por ndjesi, emocione dhe frymën e gjallë të Shqipërisë, duke e kthyer natyrën në burim frymëzimi dhe artin në pasqyrim të shpirtit njerëzor. Me synimin për të rritur ndikimin të institucionet për politikat letrare, shkrimtarët janë bërë bashkë në një forum. Ky organizëm i parë i këtij lloji shtrihet në të gjitha trevat shqifolse, por edhe në diasporë. Letërsia dhe shkrimtarët shqiptar kanë qenë shpesh në qendër të debateve që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të autorit, konkurset letrare dhe dhënien e çmimeve. Debate këto që jo gjithmonë kanë gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Në vazhdim të këtyre problematikave, për herë të parë është të krijuar forumi i shkrimtarëve shqiptar që synon të ushtrojë një ndikim ndaj institucioneve vendimarrëse në funksion të ndërtimit të politikave kulturore letrare. Duke analizuar në mënyrë secili individuale dhe më vonë duke rënë dakord përmjet të shqyrturin gjendje të leximit publik në Shqipëri, gjendje e cila është për herë më e mirë, për herë më problematike dhe produkti i shkrimtarit që është libri ende mas 35 vjetëve tranzicion të stërzatur nuk ka gjetë vendin e vetë. Do të nxisim me gjithë ndikimet tona të shumë planëshe një marrëveshje ndërqeveritare për librin dhe në nënshkrimin e një memorandumi të tregut përbashkët të librit shqip. Forumi i shkrimtarëve do të jetë një grupim ku idet mbi artin, krijimtarinë dhe kritikën letrare takohen për të ndërtuar kontakte reale kulturore mbarkombëtare. Ndaj dhe shtrirja e përfaqësuesve nuk do të jetë vetëm brenda territorit shqipfolës, por edhe më gjerë. Forumi ka qëllime shumë të mira të cilat në çdo moment do ta mbrojnë dhe do ta shtrojnë përpara letërsinë shqiptare duke synuar unifikimin e saj. Pra të kemi
vërtet një letërsi e cila shkruhet në një gjuhë. Është një punë e mirë sepse tenton që letërsinë shqipe ta shohë si të unjësuar, si një, e cila nuk ka kufi administrativ dhe për këtë sigurisht që si forum do të kemi punë të madhe qoftë përmes lidhjes mes autorëve, shpive botuese, po edhe ministrive të ndryshme të kulturës. Ky forum është konceptuar si një hapësirë dialogu, bashkëpunimi dhe rrjetëzimi letrar që kërkon të jap identitet letërsisë dhe shkrimtarëve shqiptar. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.